Është zhvilluar këtë mërkur Festivali i Shkencës në nivel Zevaje, ku të rinjt prezantuan projekte që lidhen kryesisht me problematikat aktuale të qytetit të Shkodrës dhe zonës në Shkodrës. Një vëmendje veçantë ju kushtua përmbytjeve, teksa në këtë festival marrin pjesë 14 gjimnaze. Nxënësit prezantojnë gjithsej 23 projekte, ndërsa konkursi do zhvillohet në 2 faza. Është panajër i veçantë për faktin që nxënësit me anë të këtyre projekteve aktualizojnë në situata konkrete zgjidhjet problematikave që lidhen qoftë me çështjet e mjedisit, qoftë me inteligjencën artificiale, po edhe me shumë çështje të tjera shumë më të thelluara se dhe ne vetë mund ta kishim menduar. Është niveli i zëvas tashmë i këtij panajëri dhe është goxha e vështirë vlerësimi dhe ndarja e 3 projekteve më të mira. Ne kemi shkolla që nga niveli i përfaqësimit në nivel shkolle na kanë dalë me 3 projekte më të mira. Janë 2 shkolla, kemi 5 shkolla që kanë dalë me 2 projekte që përfaqësohen sot këtu dhe kemi 7 shkolla të tjera me nga 1 projekt. Pra kemi 14 gjimnaze dhe 23 projekte që janë të ndara në 2 faza prezantimi dhe jo pa qëllim është bërë një organizim i tillë në mënyrë që secilit t'i jepet koha e duhur për të prezantuar të çka me të vërtetë kanë punuar me shumë mundë dhe përkushtim. Dhe sigurisht të vlerësohet me shumë korrektësi puna e secilit. Juria për hir të së vërtetës e ka shumë të vështirë. Nuk është një panajër i parë që organizohet edhe konkurrimi i parë që organizohet i këtij formati, por rëndësia është që tashmë do kalojë në përfaqësim në nivel rajonal dhe në nivel kombëtar. Pritshmëritë për hir të vërtetës i kemi të mëdha, duke qenë se edhe ju veti pat projektet me të cilat shkollat përfaqësohen. Ky aktivitet synon të nxjisë kreativitetin, kërkimin shkencor dhe përfshirjen e rinjve në trajtimin e çështjeve që lidhen me komunitetin.